tjerë ta në kënd qëta. Atëherë në kënd ma shkollum se shasha, pa nuk është e vërtet. Prandaj këtu janë mungesë dijes mbi politikën. Kjo është me thirrzu, e keni pa çfarë po bojnë? Haj ka Albini pasull, këta mendojnë që Albini ka fitu pse ka hongër pasull. Edhe këta mule me shumë hongër. Ka me hongër pasull. Albini u anë ke pa truproja, ish dal vjosa e Lumiri sot, ton kohën anën me gjipa në opozitën, i runë policia, në opozit pa po kur gjoj i runë policia, e sot ishin dal dët ai shofer. Nuk bëhet kjo punë kështu. Duhet kodër të një ideje. Prandaj kjo është problemi. Qysh e shohën e zgjidhjen? Mas pari, na jemi të vetëdijshëm që gara jonë është garë veç për 6 vende. Për këtë arsye kemi veç 6 vende. Jemi të sigurt që ky është shpjegimi jonë më i mirë, oferta jonë më e mirë, qartësimi maksimal mes me lënë dilema heq që me i bin votues. Le të supozojmë që neve votuesi na jap 6 vende në kuvend. Le të supozojmë që bashkë me parti tjera që se kanë qenë pushtet tash i bojmë 50 deputet. 51 deputet shqiptar plus minoritetet edhe bëhet shumica. Propozimi jonë është i qartë. Jo qeveri të opozitës. Qeveri me njerëz profesionisht jashtë partijak që voton shumica jonë, edhe kryeministrin, edhe ministrat. Pa borde, monitorim nga ambasada amerikane dhe shkarkimit të gjitha agjensive dhe borde me njëherë me vendim, emrimi me kritere veç të ambasadës. Votimi i gjyqtarëve gjykatës kushtetuese me monitorim të ambasadës britanike, jo të PDK-s, jo të PSD-s, jo të kërkuj, mu funksionalizu gjykata se mas gushtit vitit arshëm, ja e kap kurti, ja bëhet jo funksionale. Krye prokurorin me zgjidhje sipas standarde. Rreziku është i madh, jo pedeni që sot e kanë nis konkursin për këtë punë, është kap Këshilli Prokurorial nga shumica e kuvendit, e vetëvendosjes, Këshilli Gjyqësor e ka ndruar kryetarin e Këshillit Gjyqësor, jemi në rrezik sipas pamjes tonë. Çto e kreti bojmë, po nuk i bojmë na. Po çaja qeveria pa pavarur. Nëse na e kemi qeveri, kriteri i shkruar këtu është e propozojmë 2 kandidat prap të pavarur nga shoqënia jashtë partijake, të kredibil, ja çojmë kuvendit. Nëse don Albini me na i votu,